Elektroteknik, makineri, ekonomi, mjekësi, ndërtimtari, kimi, teknologji, art e agrokultur janë vetëm disa prej drejtimeve që kjo shkollë posedon. Shkolla e mesme profesionale që mban emrin e heroit Femi Ladrovci është ndër shkollat më të reja dhe më të suksesshme në rajonin e Drenasit. Ky institucion ka afër 2000 nxënës dhe është ndarë në disa drejtime profesionale. Gjendet në mes të Drenasit, teksa është e pajisur me kushte standarde e kabinetet të ndryshme. Teksa profesori po ligjeron, nxënësit arritën që këto eksperimentet të shpjeguara më pas t'i realizojnë edhe vetë. Kur e përzim dioksidin e manganit dhe peroksidin e hidrogenit, vepron si katalizator, ai ndihmon peroksidin e hidrogenit të shpërbëhet më shpejt. Si rezultat i peroksidit të hidrogenit ndahet në ujë dhe oksigjen, ndërsa dioksidi i manganit nuk shpenzohet por mbetet i njëjtë. Atëherë, qëllimi i këtij reaksioni kimik është që të zbulojmë vetitë e oksigjenit si gaz që ndihmon ndjegjen. Për secilën punë nuk mungoi vullneti e as shpjegimi. Pra në këtë reakcion ne do të përdorim një birit automatike, cila është e mbushur me acid H2SO4. Pastaj kemi NaOH që është një bazë dhe fenolftalina që përdoret si indikator. Kur e përzim fenolftalinën me bazën NaOH, atëherë kjo merr një ngjyrë vjollc. Kur fillojmë ta përzijmë me acidin H2SO4, fillon të mënjanoj ngjyrën deri në pikën ku ajo ndryshon komplet edhe mbetet vetëm neutrale. Edhe kjo domethënë qëllimi i këtij reaksioni është që të nxjerrë pika e ndryshimit të ngjyrës, domethënë nga vjollc në neutrale komplet. Në këtë reakcion ne do të provojmë ndigjen e magnezit, domethënë nga magnez kalon në oksid magnezi. Këtu kemi një shrit të magnezit, një kopse prej drurit dhe një havan porcelani. Kur shriti i magnezit të digjet, është një reakcion i vlotshëm dhe krijohet një dritë goxha e madhe. Mandej pas përfundimit të djegjes, ajo ndryshon përbërjen kimike dhe kthehet në oksid magnezi, duke mbetur vetëm në oshkla në fund të porcelanit. Përveç eksperimenteve kimike, nxënësit duket se shumë qejf e kishin edhe biologjin. Herë sot kam ju tregu për sistemin kardiovaskular, i cili është një ndër sistemet më të rëndësishme në organizmin e njeriut. Sistemi kardiovaskular përbëhet prej zemrës, që mund ta kuptojmë nga emri kardio, pra zemër, edhe vaskular anë të gjakut. Atëherë zemra është një lloj pompe e organizmit, e cila mundson shkëmbimin e gazrave në organizëm, edhe gjaku i cili kalon nëpër anët të gjakut, që është domethënë një ent viskoz i rrjedhshëm, pra ent me ngjyrë të kuqe, ai e mundson kalimin e lëndëve të fundit të metabolizmit nëpër trup, të oksigjenit, edhe nxjerrjen e dioksidit të karbonit. Atëherë këtu e kemi zemrën, ku e kemi anën e djathtë dhe anën e majtë. Zemra në anën e djathtë ka gjakun e pa oksigjenuar, ku vjen në veshëzën e djathtë, edhe kalon nëpërmjet valvulen, edhe kalon në barkushën e djathtë, ku kalon në mushkëri, oksigjenohet edhe kthehet në veshëzën e majtë, pra këto bëhet qarkullimi i vogël i gjakut. Pastaj prej veshëzës së majtë kalon në tërë trupin dhe qarkullimi i madh i gjakut. Kalimi nëpër trupin e mundsojnë arteriet, të cilët janë enë vaskulare më elastike, pra kanë presion më të lartë të gjakut. Kurse kthimin prej trupit në zemër e mundsojnë venat, që janë jo shumë elastike, por janë enë të trasha të gjakut. Domethënë nga trupi në zemër e mundsojnë venat, por kemi disa përjashtime, pra ku e kemi venën cava inferior dhe superior, që dërgojnë pra gjakun në zemër nga mushkërit. Drejtori i kësaj shkolle ka treguar për historinë, veçantinë dhe bashkëpunimet e kësaj shkolle, e cila daton që nga viti 1993. Ka një histori e bukur
nga vitet 70 ka qenë një kohë në një e vendosën e qikatu të re, mirë po pas reforma në atë kohë kanë qenë të bashkuara me gjimnazën, ndërsa në vitin 1993 është nda shkolla teknike në Drenas dhe kjo shkollë ka historikun nga vitin 1993. Aktualisht kemi 1473 nxënësa të regjistruar në fillim të vitit, ndërsa kemi ofër 1432 që janë aktiv, për arsye se një pjesë kanë migruar, një pjesë kanë dalë në qytetet në drejt kryeqytetit, disa në prendim. Shkolla ka drejtime atraktive, të cilat e bojnë shkollën më të veçantë dhe kështu numerikisht kemi një staf profesional të drejtimeve të ndryshme. Dhe është me rëndësi se nxënësit tonë kanë korrë edhe suksese në gara, shumë në garat në nivel të zhvillimeve teknologjike, në vitin 2022, edhe vazhdimisht kemi qenë prej vitit prej vendit parë deri në vendin e tretë, që ka marrë pjesë edhe shkollat private, dhe nxënësit tonë kanë zonë vendin e parë. Përveç asaj, pas përfundimit shkollës, i kemi një komision i cili merret me orientimin e nxënësve në karrierë dhe është shumë veçantë të theksohet për arsye se nxënësit tonë në fakultetin e mjekësisë kanë qenë prej të parë deri në të pestin, nga një nxënës i shkollës tonë i renditur, dhe kështu që një pjesë e bukur e madhe regjistrohen edhe në fakultetet ku është një konkurrencë e jashtëzakonshme. Mesatarja e shkollës ka pësu ngritje për arsye se kemi pasur ndryshime bashkë me kryetarët e aktive profesionale, duke ju përshtatë drejtime të tregut të punës. Në shkollë kemi mjekësinë, kemi profilin e infermierisë dhe të farmacisë, kemi dizajnin, kemi arkitekturën, e zhvillimin e aplikacioneve dhe drejtime të tjera të cilat e bëjnë më të veçantë dhe janë në përshtatën tregut të punës aktual i cili ka nevojë. Është për të theksuar se stafi është i diplomuar, dhe zakonisht i mundim pa prezentimin e punimeve të nxënësve në korridorin e shkollës, po na si lokalitet kemi pas mbi 43 marrëveshje në ndërmarrjet private, që nxënësit edhe drejtimet caktuar të kryejnë punën praktike. Një handicap e kemi ndërprerja e prodhimtarisë Feroniklit, për arsye se Feronikli ka përfshirë disa segmente të drejtimeve të shkollës tonë, të cilat kanë kryer praktikën profesionale. Tash kemi 2 drejtime në mësimin dual, të cilët të gjithë nxënësit janë në vendin e punës e bëjnë edhe vlerësimin, edhe kemi arritë domethënë në marrëveshje bashkë me bizneset lokale, për shembull për drejtimin e automekanikëve, nuk kemi nxënë sa është nevoja e qytetit, ose drejtimi i përpunimit të drurit, i cili është të gjithë janë në farë mënyrë të angazhuar në vendin e punës, në punë, në bazë të rregullave dhe ligjeve të cilat të udhëzimit të Ministrisë së Arsimit. Sipas drejtorit, fal drejtimeve që kanë, çdo vit numri i nxënësve që regjistrohen në këtë shkollë qëndron pothuajse i njëjtë. Shkolla ka nxënës që vijnë edhe nga komuna të tjera. Numri nuk është duke u rritur, mirë po në shkolla jonë shtator zakonisht fillon me 1500 nxënës, saktësisht me 1473 kemi pas regjistruar. Kështu që numerikisht nuk është ndonjë fal drejtime të cilat janë në përputhshmëri me tregun e punës. Na nuk kemi lëvizje shumë të numrit të nxënësve, domethënë e ruajnë atë standard, për arsye se kemi nxënës edhe prej komunave tjera, prej Malishevës, Klinës, që vinë për të regjistrohen dhe na nuk kena ndonjë farë pengese për ta, mirë po rramja e numrit nxënësve si jo vetëm të na, por në gjithë Kosovën është duke ndodhur, nëse marrëm një krahasim me vitin 2017, shkolla jonë kishte 1974 nxënës, e sot i domethënë shtatorën kemi filluar me 1473, vitin e kaluar kemi pas 1532, do të thotë është një rramje. Interesimi i jashtëzakonshëm është për drejtimet e mjekësisë dhe zhvillues të aplikacionit për arkitekturë, dizajn dhe drejtimet të caktuara. Mirë po rramja e numrit është në gjithë Kosovën edhe këtë vrehet, do të thotë nuk janë numri i nxënësve në kushte viteve të kaluara.
Shkolla Femi Ladrovci ka arritur që ndër vite të kualifikohet si shkolla më e suksesshme në disa komuna të Kosovës. Nxënësit kanë fituar projekte, gara e çmime të ndryshme, duke treguar sukses dhe duke pasqyruar edhe angazhimet e stafit.